Territori i Kosovës, për datën 27 prill 2026, do të karakterizohet nga mot relativisht i qëndrueshëm me vranësira të pakta dhe intervale me diell. Paraditja dhe pasditja do të kenë alternime mes kthjellimeve dhe vranësirave të lehta. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 5 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 20 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi veriperëndimor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën pritet të jetë mesatar rreth 5. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 5:30 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 19:36 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë: Mitrovic, 7 deri në 18 gradë Celsius; Podujev, 6 deri në 16 gradë Celsius; Skënderaj, 5 deri në 18 gradë Celsius; Pej, 9 deri në 17 gradë Celsius; Prishtinë, 7 deri në 17 gradë Celsius; Gjakov, 10 deri në 20 gradë Celsius; Malishev, 8 deri në 19 gradë Celsius; Gjilan, 6 deri në 17 gradë Celsius; Ferizaj, 8 deri në 17 gradë Celsius; Kaçanik, 8 deri në 17 gradë Celsius; Suharek, 8 deri në 20 gradë Celsius; Prizren, 9 deri në 17 gradë Celsius;